Situata e krijuar nga moti keq në Lezhë vijon të mbetet problematike, pavarësisht mbylljes së argjinaturës së lagunës së Vajinit, e cila u dëmtua 3 ditë më parë. Niveli i ujit në zonën e bregut të Matës vijon të jetë i lartë. Mijëra hektar tokë bujqësore dhe 10 banesa janë të përmbytura, kryesisht në Ril dhe Barbulloj. Banorët e prekur nga përmbytjet thonë se prej 4 ditësh ndodhen të izoluar. Ata kërkojnë ndihmë emergjente, sidomos për bazën ushqimore të Baktive, e cila është dëmtuar nga uji. Niveli i ujit mbi 70 cm është. Mrug. Kurse 1,30 m që në lektori po jashtë natën janë gjëra gjallë, pulat kanë marru, derrat janë të marru, janë ujë. Nevoja eme është me hekujën për rrugët. Qa janë nevoja eme? Kanë marru në blektoria, nuk më interesin blektoria, me në lero rrugën me dalë me hikë pak tënë. Nuk ka sët, pa tash 20 vite se kam rao në qëto jam përmit për herë. Një shë i me ra, hitrovërt blokohen edhe fajo është i hitrovërve, se shteti s'merë masa. Ushqimi i blektoris bitë marëj. Pullat janë gati degradimit, 70 sopa i kam pas. Derrat janë në vas 5 derra atë si zadarka. Përmbytjes nuk i ka shpëtuar as kisha e Barbullojës. Uji ka depërtuar brenda objektit të kultit, ku niveli ka arritur deri në 30 cm. Pikse para ka hyrë nga mbrapa, nga sakrestia, dhe pastaj me vazhdimin e mbrëmja kemi parë që edhe brenda kisha. Danu fort jo, vetëm për stolat që kemi ngritur dhe pastaj dje mbrëmja, duke që niveli ujit ishte rritur më shumë, kam liruar gjëra që ishin e sakresti. Varet nga situate, sigurisht ka ndodhur për fakti që argjinatura ishte prishur, kështu që nuk ka faj askush, thjesht tani natyra ishte duke bërë punë e vetë. Mesha të ente kemi krentuar në lokali që kemi ngjitur, të djela do krentojmë edhe atje, se është më lartë. Sipas të dhënave nga mbrojtja civile, pas mbylljes së argjinaturës është shënuar një rënje e lehtë të nivelit të ujit, rreth 10 cm në disa zona. Megjithatë, situata vijon të mbetet nën monitorim të vazhdueshëm, ndërsa ndërhyrjet po kryhen me mjete të specializuara në pikat më problematike, me qëllim që uji të evadohet sa më shpejt nga zonat e përmbytura.